nga asnjë banor i fshatit nuk është. Po të them këtu o bashkim, ti ke televizorin tanë, unë jam këtu, nëse i e burr, vjen më kundërshton këta që pa ta them unë. Ka që di me i thonë, nëse është burr, unë jam burr me dalë përpara, nëse i burr, unë jam këtu. Okej, të falenderoj se duhet që ta ruaj dhe etikën në këtë përcjelljen e mesazheve personale për mos të citë shumë. Ja, absolutisht, po. Nësa burr, unë jam burr. Duhet që ndrojmë në raport ballafaqimi dokumentash, se thashë, e theksova edhe një herë. Pikërisht më ka marrë edhe falenderoj shumë, edhe të falenderoj nga zemra se është hera parë që mua më pranoi se unë kam marrë në studio, nuk më ka pranuar kush si kriminal nëpër studio televizive. Bravo qoftë dhe falenderoj nga zemra. Avokat, në përmbyllje, çfarë pritet në vijim, cila është thirrja juaj ndoshta për të dhënë këtë mesazh i përmbyllur, se jemi në 2 minutat e fundit të programit. Atëherë unë mendoj që nuk është punë prokuroria e Shkodrës, sepse prokuroria e Shkodrës është thjesht SPAK-u me ladurt, me ju largu konfliktit. Por mendoj që SPAK-u, mendoj që nesër në orën 10 e ka kallëzimin në zyrë drejtuesi dhe automatikisht ai duhet marrin masat për këtë që them. Ne si kemi kërkuar një gjak me rëndësi, i kemi verifikimin e këtyre. Pra, kemi një vit që pritet, bëhet një akt ekspertimi dhe nuk është bërë akoma. Pra, ku ndodhet kjo pasuri? A është e këtyre, apo është e Fatmir Shpez bashkë me Ulajt? Tani këtu jeni në këtë pikë. Në qoftë se vërtetohet që kjo pronë është e bashkimit, hajde bërë, nuk kanë asnjë pretendim. Por ama, këta kanë dokumentat origjinale para 100 vjeç, dhe i thotë që kjo është toka jeme, për prona jeme, gjitha me dokumenta, ai e ka marrë me një vendim gjykate me 3 gjyqtar, dhe thotë që gjykata thotë me qenë se nuk ishte pretendent tjerë për këtë tokë, i alla Fatmir Shpez. Pra, kjo e për kufizimi, si e ka fitu pronën ai. Dhe këtu SPAK-u duhet hynë urgjentisht. Nuk ka punë prokuroria e Shkodrës a prokuroria e Rretheve. Këtu problemi është shumë serioz. Mund të ketë edhe shumë probleme të tjera që priten në të ardhmen, dhe mund të ketë shumë gjana që nuk i dëshirojmë as ne askush. Qartë. Uroj që të ketë një zgjidhje. Kisha edhe diçka për të thënë që në të ardhmen do të themi që kjo protesta do të vazhdojë nesër, pas nesër dhe ditën e hënë ne jemi pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër, ku do të kërkojmë sepse ja ka delegu SPAK-u Shkodrës. Dhe Shkodra as na ka thirrë asgjë. Ne nuk dimë gjë çfarë është bë, tash një vit. Dhe ditën e hënë në orën 9 ora ne jemi drejt për drejt në Shkodër pranë prokurorisë gjyqësore Shkodër. Avokat, më falë se e riktheva edhe një herë për të kuptuar. Tani është dërguar në Shkodër, do trajtohet atje apo SPAK-u ka një kallëzim tjetër, Shkodra vazhdon me 10 vjetrin. Pra janë të dyja. Janë dy, nëse SPAK-u prap dhe ja kalojë Shkodrës, është çështje tjetër. Por mendoj që SPAK-u ka materiale boll për të vazhduar. Në këndvështrimin tuaj do arrit të finalizojnë në të drejtë, po themi të banorëve që pretendojnë që është e drejta e tyre, flas për SPAK-un. Po, vetëm një akt ekspertimi kërkohet, asgjë tjetër. Po kjo çështje do të shkojë një akt ekspertimi me bazën e secilës është bërë pronar. Dhe nëse arrin kush me thënë që këto prona i tokojnë Fatmir Shpez Bashkim Ulës, që i kanë marrë, këta nuk kanë asnjë problem. Vetëm të jetë një akt ekspertimi i mirëfillt me eksperta të fushës. Ne do shkojmë deri Strasburg për këtë çështje. Këta mos ta harroj këtë se ne na tremin. Kaq është. Unë uroj që të gjeni zgjidhje dhe mos të shtrihet më tej kjo çështje, por megjithatë i takon drejtësisë. Faleminderit shumë për Shumë faleminderit nga ju. Ndërkohë ne do të vijojmë më tej në një tjetër material së fundit në përmbyllje. Kryeministri britanik Keir Starmer kërkoi falje publike ndaj viktimave të Jeffrey Epstein